Mirë, duat vi pak në Kosovë, pasi nesër është afati i fundit ku presidentja e Kosovës, zonja Vjosa Osmani, duhet të vendosë nëse vendi do të shkojë në zgjedhje apo do të ketë ndonjë mandatar tjetër që mund të krijojë qeverinë e ardhshme, mund të sigurojë 61 votat minimumin e nevojshëm për të krijuar qeverinë. Nga ana tjetër, partitë kanë nisur tashmë dhe fushatën elektorale për balotazhin e 9 nëntorit me aleanca diku të papritura e diku të kuptueshme për vetë sjelljen e leadershipit të partive kryesore gjatë kësaj kohe. Do kemi zgjedhje apo zgjidhje dhe çfarë ndodh me 9? Mund të jetë një farë edhe projektimi i asaj çfarë pritet ndodh në zgjedhjet e parakohshme, nëse do t'i kemi shpejt apo vonë deri në pranverë, me sa duket të pashmangshme janë. Po sipas kuadrit kushtetues, zgjedhjet duhet të jenë të jashtëzakonshme dhe dihet që dispozitat kushtetuese të vendit tonë thojnë 45 ditë nga data kur nuk arrihet që edhe mandatari i dytë të realizojë formimin e qeverisë. Sipas gjitha gjasave, vendi do të ketë zgjedhje diku në fund të muajit dhjetor apo me festat e Krishtlindjeve. Fakti që partitë politike në Kosovë nuk kanë arritë, siç ju e thatë me të drejtë, që të ofrojnë zgjidhje për formimin e institucioneve. Edhe Kuvendi i Kosovës mori shumë kohë për të konstituuar dhe më pastaj nxori edhe një kryetar me probleme në kuptimin moral për shkak të punimit të tij në një nga revistat ndërkombëtare ku besoj që tashmë është publike. Tash shihet qartë, pavarësisht deklarimeve të subjekteve politike, veçanërisht të partisë më të madhe që trumbeton të shumë se do të kenë apo i kanë votat për formimin e qeverisë, tashmë dihet qartë që asnjë nga bloqet se ata të pozitës deri tashmë, po edhe të opozitës nuk i kanë numrat e mjaftueshëm. Kjo vije për shkak të krijimit të një narracioni në të kalumen se nuk duhet shihet si partner subjekti i cili vjen nga komuniteti serb, lista srpska. Unë mendoj që ka qenë e drejtë që një subjekt i tillë mos të shihet si partner vendimarrës në institucionet e Republikës Kosovës për shkak të projektit apo programit të tyre të qartë kundër shtetësisë së Kosovës. Partia më e madhe apo partia fituese relative në kuvend nuk ka arritur që të bindë jo subjektet të tjera politike, po asnjëri nga deputetët e kampit subjekteve tjera që të bashkangjitet në qeverinë siç ata e prezantojnë Kurti 3, dhe mendoj që është një humbje e madhe që Kosova duhet të ketë zgjedhje në fund të muajit dhjetor, po për të dalë i njëjti apo parafërsisht i njëjti rezultat. Por diçka që është më e papranueshme është edhe paralajmërimi i kryeministrit në detyrë zotit Kurti, ku i njëjti tha se mund të shmangshim zgjedhjet e dhjetorit në kuptimin e asaj se kërkonte një votim të një qeverie të pakicës, por sipas gjitha gjasave nuk po e shmangim as zgjedhjet e jashtëzakonshme të dhjetorit, po edhe zgjedhjet e pranverës së hershme për shkak të procesit të zgjedhjes së presidentit të vendit. Ky është skenari më i keq dhe më i panevojshëm për vendin. Mendoj që do duhet kishim politikan më të zgjuar që të jepshim vendit një qeveri ku do të ishte pjesë e negociatave edhe zgjidhja e presidentit. Mendoj që partia më e madhe duhet bënte kompromise më shumë në ndarjen e pushtetit, për shkak se në fund të fundit qytetarët janë ata të cilët kanë votuar për ndarje të pushtetit dhe duhet ta kishte bërë pjesë të marrëveshjes së formimit të qeverisë edhe zgjedhjen e presidentit, e ku normal një figurë nga partitë opozitare do duhet ishte pjesë e presidencës së ardhshme.
Mirë, po duket se tashmë edhe me aliancat e lidhura deri tani, por edhe me qëndrimet, duket se tashmë kemi një blok të partive që kanë të njëjta qëndrime, LDK-ja, PDK-ja, AK-ja, Nisma, përballë vetëvendosjes, e cila duket se po e projekton edhe ajo veten e vetme përballë të gjithë të tjerëve. Pra, po e referohen balotazhit, Kjo është tipike aja që vetëvendosja ka kërku, thuajse më shumë se një dekadë. Unë kam dëgjuar edhe politikan me përvojë në Kosovë ditëve të fundit, të cilët për mendimin tim nuk kanë qenë shumë të mençur në këtë ndarje të cilët e kanë bërë, për shkak se e njëjta e rrit lëvizjen vetëvendosje në elektorat, me faktin se të njëjtët e kanë portretizuar në vazhdimsi këtë blok si një blok i përbashkët të cilët janë sipas versionit të tyre vazhdimisht, po i referohem, të cilët janë përgjes për atë narracionin idiot që është kriju për dekadën e fundit, kësa është shkatru Kosova në 25 vitet e fundit, dhe të njëjtit po bojnë përpjekjet e fundit për të barikadu kundër një subjekti i cili dëshiron që ta ndërtojë një Kosovë të re, ku nuk do të ketë korrupsion, do të luftohet krimi organizuar, do të konfiskohet pasurie pa justifikueshme, nuk do të ketë koncesione ndaj shtetit serb, listës serbska dhe ndaj kërkesave të bashkisë ndërkombëtare për favor të Serbisë. Mendoj që partitë politike në vend duhet të garojnë më shumë me programe të cilat zgjidhin problemet e qytetarëve, e ku në këtë dimenzion mendoj që lanë shumë për të dëshiruar të gjitha, pa përjashtim, për shkak se janë provu në qeverisje, dhe nuk duhet të ketë kësi lloj barikadime në kuptimin klasik, për faktin se edhe vetë subjektet opozitare nuk është që kanë pas çdo herë qëndrime të njëjta apo nuk kanë do pikpamje të njëjta, por kanë qenë më shumë heterogen në qasjen e tyre për zhvillimet në vend, sesa kanë qenë homogen në qëndrimet e tyre. Mendoj që është e rrugës që të shihen më shumë zgjidhje pragmatiste për vendin në këtë situatë në të cilën gjindem, sesa të ketë në pozicionim të më të tjeshëm ku sipas gjitha gjasave mund të ketë edhe pas këtyre zgjedhjeve në blokadë disa mujore. Faleminderit shumë që ishte sot me ne. Ditë të mbar. Menderit qofshi, faleminderit për ju.